Gozleme turke ose byrek tigani që bëhen tak fatësh receta për ditën e sotme, një shije verore e freskët me qep edhe domate të freskëta. Qepët pasi kim pastruar mirë, i presim për së gjati dhe jo dhe shumë holl, i hedhim në një tigan ku kemi shtuar vajin e ullirit, kriposim dhe i lëm që të gatuan. Ndërkohë që qepa skuqet, kam grir domatet në kubik të vegjël, kam shtuar pak fare ujë te qepa në mënyrë që të shkrisë sa më shpejt, më pas kam shtuar domatet, hudhrën, kripën, piperin, i kam gatuar derisa domatet dhe qepa kanë shkrirë. Në fund kam shtuar borzilokun dhe djathin feta. Ndërkohë që gjella ftohet, kam ndar brumin në kulec të vegjël, kam hapur petën, i kam bërë palosje në dy pjesë siç e shikojnë dhe në video, kam spërkatur me gjalp, i kam bërë mbushje me gjellën, kam palosur përsëri dhe kam vendosur për të pjekur në këtë pajisin që të shpëton jetën sepse nuk dihet as si nxehti dhe as aroma e byrekëve. Nëse përgatisni, ju bëftë mirë.